Bashkia e Kukës duhet të japë prioritet investimeve në rrugët që lidhin fshatrat me qendrat e tyre administrative dhe me qytetin. Kështu është shprehur këshilltari bashkiak Arif Rexhmati, duke theksuar se infrastruktura rrugore në zonat rurale mbetet një nga problemet më të mprejta të banorëve. Sipas tij, përveç aksit kryesor që lidhen njësitë administrative me Kukësin, investime të domosdoshme duhen bërë edhe në rrugët që lidhin lagjet dhe zonat e banuara me qendrën e qytetit. Duhet kemi prioritet përpara qendrave, duhet kemi prioritet rrugë të cilat lidhin fshatrat me qendrën, rrugë të cilat lidhin lagjet me qendrën. Dhe jemi në këtë gjendje. Shkoni në Shtan, nuk shkohet. Shkoni në Surroj, nuk shkohet. Shkoni në Kalis, nuk shkohet. Shkoni në Zapot, jo. Në Grytqaj, jo. Shkoni në lagjen e re, si është gjendje. Rexhmati nënvizon se shumë segmente rurale janë në gjendje të mjerueshme, çka pengon qarkullimin e banorëve dhe zhvillimin ekonomik të zonave. Ai shton se kjo situatë është pasojë jo vetëm e mungesës së fondeve, por edhe e gabimeve të përsëritura në planifikimet dhe vendimarrjet e Këshillit Bashkiak ndër vite. Nuk po bëj opozitë absolutisht, sepse për hir të vërtetës sa gjëra kanë shkuar ashtu siç kanë shkuar. Por problemi është që në këtë gjendje ku jemi edhe për gabimet tona. Sipas këshilltarit Rexhmati, një strategji më e qartë dhe më afatgjatë për përmirësimin e rrugëve lokale do t'i shërbente jo vetëm banorëve të fshatrave, por edhe zhvillimit të turizmit dhe bujqësisë në të gjithë territorin e Bashkisë Kukës.